Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 5, data 5 qershor të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe stabilizimin. Duket se afërdita në dash që formon një gjashtkëndësh me Jupiterin në binjak, një kënd veçanërisht shumë pozitiv që sjell në dashuri, në marrëveshje profesionale, çdo gjë që lidhet me punën, lidhet me çështjet e udhëtimeve dhe gjërave të tjera. Dita ka në vetvete dhe një trakëndër që bën hëna me diellin, përsa përket një ditë shumë e rëndësishme dhe e veçantë e këtij viti, që lidhet shumë me zyrtarizimin e marrëdhënieve, dasma për shembull, për një dasmë, për një fejes, për një diçka në mes njerëzve të njohurit të kësaj lidhje serioze dhe jo vetëm kaq. Përfitojnë shumë të shenjës së dashit peshorja, binjakët, shigjetari, luani, ujori të 10 diqit të tret, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra është mjaft pozitive dhe si ditë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse pikërisht kjo ditë është dita shumë e mirë e mbar, mund thosha, në çështjet e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha.